Prej 6 ditësh vijojnë në kërkimet për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri nga fshati Shëngjuni Klosit që dyshohet se humbi jetën teksa po punonte me një mjet ekskavator në një stokë rëre pranë një fabrike përpunimi kromi në Qaf Burrell. Prefekti Qarkut Dibër në Xhbedin Shehu tha se kërkimet po vijojnë nga disa grupe në terren, përfshirë edhe forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat janë bashkëngjitur operacionit ditën e mërkurë, si dhe shumë banorë të zonës së Klosit. Nga ana tjetër, prefekti Shehu tha se kërkimet janë përqendruar në disa pika ku janë gjetur pjesë të ekskavatorit dhe të rrobave që dyshohet të jenë të 29 vjeçarit Ardit Beshiri. Sot në terren janë 20 forca nga batalioni i ushtarak i Burrellit, janë 6 të gjenjës, janë 3 polici ushtarake, janë 10 forca speciale të aksemit, po kështu edhe 10 forca speciale të specializuar për kërkimet tilla nga Kosova. Po kështu janë rreth 30 vullnetar nga bashkia dhe minjerat për rreth, janë gati mbi 70 njerëz që vazhdojnë kërkimin. Ndërkohë janë edhe 2 ekskavatorë që kanë arrit futën në shtratin e lumit dhe po gërmojnë dhe po kërkojnë me aparatura edhe 200 të specializuar për gjetje trupash që janë në rënoj apo në rër. Shpresojmë pas disa rezultate të pjeshme që patëm dje që u gjetën disa rroba të rroba mendojmë që janë të nderit, po kërkojmë edhe sot për gjetjen. Aksioni do vazhdoj deri në gjetjen e të nderit. Tash kush ekskavatorin se ka montu, gjinden copa hekuri, kuptohet se sa e fuqishme ka qenë goditja që ka dhënë aksidenti, çarje digës, janë gjetur pjesë të ekskavatorit, po këtë ekskavatori së gjetse. Nuk po kërkojmë ekskavatorin, po kërkojmë trupin e punëtorit. Po janë gjetë pjesë të ekskavatorit që nga ditë e parë. Po gjenden pjesë metalike dhe sot, nga komunikimi që kemi në terren. Vëmendja është maksimale nga gjithë forcat, prej 6 ditësh, ditë të para ka qenë 200-300 vetë, sot është fokusuar operacioni në 2-3 zona ku janë gjetur rroba, edhe po kërkojmë për gjetë trupin e të nderit. Ato vazhdojnë bashkë me aksemin, me forcat e gjenjës, aparaturat që kanë ato, aparaturat tona që janë që skanojnë në zonën tokën. Le shpresojmë të kemi rezultat shpejt se janë gjithë to njerëz janë ndalur atje. Kuptohet edhe dhimbja e familjarëve dhe të afërme është e madhe. Ngjarje e rëndë ndodhi të shtunën e 3 majit, teksa 29 vjeçari Ardit Beshiri ka qenë duke punuar në zonën ku depozitoheshin mbetjet e ngurta që dilnin nga përpunimi i mineralit të kromit. Ende nuk dihen shkaqet, ndërsa dyshohet se një nga rezervuarët e ujit ka shpërthyer duke rrëmbyer të riun bashkë me mjetin ekskavator që punonte.